Integrimi evropian i Maqedonisë së Veriut vazhdon të mbetet si ai seriali që premton fundin e madh në sezonin e ardhshëm, por sezoni i ardhshëm nuk vjen kurrë. Ndërsa politikanët prej vitesh sigurojnë qytetarët se vendi është në prag të Bashkimit Evropian, qytetarët duket se kanë humbur besimin te këto premtime që përsëriten më shpesh se sa afatet e reja për antarësim. Në anketën e realizuar nga televizioni Koha, qytetarët shprehen skepticizëm të thellë për perspektivën europiane të vendit. Sipas tyre, korrupsioni, mungesa e reformave dhe mosplotësimi i kushteve kryesore janë arsyet pse Maqedonia e Veriut vazhdon të mbetet në stacion, ndërsa fqinjet po ecin përpara. Disa prej tyre vlerësojnë se Shqipëria ka bërë hapa të dukshëm drejt integrimit dhe se mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian shumë më shpejt se Maqedonia e Veriut. Madje qytetarët dyshojnë se ngërçi është i qëllimshëm, sepse politikanët duan liri veprimi që nuk do të kenë nëse vendi antarësohet në Bashkimin Evropian. Maqedonia ngeli në bazë, edhe pse thonë politikanët se Maqedonia është para Shqipërisë dhe mari të zi, bile në disa sektore dhe Serbia është para nesh, për fat keq, ne kemi mbet të fundit. Deklarata e djeshme për komisarit që ka ishte e djeshme tha se pa ndryshimet kushtetute nuk ka futje në Bashkimin Evropian. Tash e dim edhe situatën me Bullgarinë, po kisha bën një apel dhe një dëshire krejt qytetarëve që është që të merret më seriozisht mbasi po që se nuk futemi në Bashkimin Evropian, ka ngulfatje të popullatës tonë në Maqedoni, mbasi Shqipëria e dim, ka jetë shumë përpara dhe pritet që në mbas asaj dinamike që shojnë në fund 2027 të mbyllin atë kapitullin për Bashkimin Evropian, që ne duhet të ndjekim rrugën e tyre. Prejudikoj që ka indikacione se politikanët e bëjnë me qëllim, domethënë dihet ajo, jo se unë e them, po kjo është mendimi i shumicës absolute, sa më shumë rrëmujt ketë, aq më mirë është për politikën, domethënë. Ase kur të vendohet rregull, ka rregull për krejt. Qytetarët theksojnë se korrupsioni mbetet problemi më i madh, duke argumentuar se pas sundim të ligjit dhe pa reforma serioze, antarësimi në Bashkimin Evropian do të vazhdojë të mbetet një premtim elektoral dhe jo një realitet i prekshëm. Sipas tyre, përderisa çdo derë hapet me ndikim dhe jo me merit, Europa do të vazhdojë të duket më afër në hartë se sa në praktik. Të tjerët kujtojnë se për dekada kanë dëgjuar premtime për antarësim, por rezultati ka mbetur i njëjtë, shumë deklarata dhe pak progres. Qytetarët janë të revoltuar, tonë Maqedoni nuk shkon puna, nuk krijen punët. Me këtë korrupsion sa merr kërkush neve në Evropë. To është korrupsioni i hatashëm, këtë skajet, në këtë polet. Nuk ka vesh të thosh me një pjesë të lamis, në gjithë shka. Ku të qelish dera korrupsion të. Edhe për të rësie, mendoj se besoj se. Politikanët këtë kanë politikë ditore, kanë. Edhe me që ata miren politikë, se s'kanë që plasën që rësër. Po në nivel shtetë, isë janë do bëmë të asgjë. Nivel shtetë. Mundohem punë lokale, diçka, mundoja me Bullgari, me Greqi, me ato. Po më doja që politikanët do t'i shohën, të dinë ato për një formatat e para. Segat, ne më misë qini. Tani për tani më duket se nuk kemi opsionet e tilla. Për një kohë të gjatë rëndë se do të antarësohemi. Ka shumë komplikime, kështu që edhe një kohë të gjatë do të jetë si punë e papastruar. Së paku një herë i kam dëgjuar duke premtuar se do të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, por jo kështu, jo ashtu, por rëndë do të shkojë. Mesazhi që del nga anketa është i qartë. Qytetarët nuk kërkojnë më data të reja dhe deklarata optimiste, por rezultate konkrete, sepse pas kaq shumë vite shpritje, duket se durimi i tyre po integrohet më shpejt në histori se sa Maqedonia e Veriut në Bashkimin Evropian.